Tensioni ndërmjet Elionës dhe Klodit arrin kulmin. Atmosfera është ngarkuar me emocione të forta dhe banorët e tjerë ndjejnë menjëherë energjinë që përshkon dhomën. Eliona afrohet pranë Klodit me sy të mbushur me lodh, duke treguar qartë se ndihet e lënduar dhe e tradhtuar. Ajo nis të flasë me një ton të dridhur, por të vendosur, duke akuzuar Klodin se e ka përdorur për lojë. Fjalët e saj janë të ngarkuara me shgënjim dhe dhimbje. Ajo shpjegon se ai e bëri që të binte në dashuri, duke përdorur emocionet e saj për të arritur qëllimet e veta. Çdo fjalë tregon se sa shumë është ndjerë e mashtruar dhe sa shumë i ka prekur sjellja e Klodit. Klodit i duket e vështirë të përgjigjet në fillim. Ai qëndron i heshtur, duke ndjerë peshën e akuzave dhe emocioneve të Elionës. Por ajo nuk ndalet. Ajo vazhdon duke i thënë se, sa po ndodhi ajo lidhje dhe ndjenja që ajo kishte për të u bërë realitet, ai shkoi te Benita, duke e lënë atë të ndjejë tradhti dhe mashtrim. Fjalët e Elionës janë të fuqishme dhe të qarta. Çdo akuzë përshkruan ndjenjat e saj të vërteta dhe pasojat që kanë patur veprimet e Klodit mbi të. Lotët rrjedhin në fytyrën e Elionës, ndërsa ajo vazhdon të flasë, duke përshkruar dhimbjen dhe zhgënjimin që ka ndjerë. Ajo e quan Klodin mashtrues dhe shpreh inatin dhe frustrimin e saj për mënyrën se si u luajt me emocionet e saj. Banorët e tjerë qëndrojnë të heshtur, disa duke ndjerë dëmshuri për Elionën, të tjerë të tronditur nga tensioni dhe energjia e momentit. Klodit, megjithse i vështirë për të shprehur, përpiqet të shpjegojë disa gjëra, por fjalët e tij duken të pamjaftueshme për të qetësuar dhimbjen që Eliona ndjen. Heshtja ndërmjet tyre zgjat disa sekonda, duke e bërë situatën edhe më dramatike dhe të ngarkuar emocionalisht. Çdo shikim, çdo gjest dhe çdo frymëmarrje tregon emocionet e pathëna dhe tensionin që vazhdon të rritet. Eliona nuk ndalet, ajo përshkruan se si ndihet e tradhtuar dhe e manipuluar, duke u përpjekur të bëjë të qartë se emocion. E saj nuk ishin lojë dhe se ajo e dha zemrën e saj të lirë, vetëm për të ndjerë mashtruar. Fjalët e saj janë të ngarkuara me trishtim dhe mllef, duke e bërë momentin të ndjehet i gjatë dhe i tensionuar për publikun. Banorët e tjerë e ndjejnë rëndësinë e debatit. Disa përpiqen të ndërhyjnë, disa e shikojnë me kurreshtje, por asgjë nuk e ndërpret fuqinë emocionale të fjalëve të Elionës. Çdo detaj, çdo heshtje dhe çdo moment reflektimi shton tensionin, duke mbajtur shikuesit të fokusuar për më shumë se 5 minuta. Në fund, mes lotëve dhe akuzave, mes tensionit dhe emocioneve të forta, është e qartë se Eliona ndjen tradhti dhe zhgënjim, ndërsa Klodi përballet me pasojat e veprimeve të tij. Ky episod tregon marrëdhëniet komplekse, emocionet e pathëna dhe pasigurinë që mbizotëron brenda shtëpisë, duke e bërë rrëfimin dramatik, të gjatë dhe të mbushur me tension.